Alhamdulillahi wa kafa, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndrimet në tërësi takojmë vetëm Allah subhana, ata e los dhe ati përgjërohem që ta lavdroj dhe ta begoj dërguar në ti Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të pëzgjedhur. Ndorë vëllezër dhe motra, jeta e njeriut me konceptet të cilat i ka përqafuar ose me konceptet të cilave u takon, ose koncepteve të cilat i beson, jeta e tij me këto koncepte në bazë të madhe përcaktohet nga vetdia e tij. Saktësisht, se si qëndron ti në raport me një koncept, se si ti qëndron në raport me një botë kuptim, apo se si bashkërendon jetën me atë koncept dhe ato domethënie, varet dhe ndërtohet fuqishëm mbi bazën e vetdijes. Saktësisht, kam për qëllim vetdijen mbi thelbin, vetdijen mbi ndenjësinë dhe vetdijen mbi frytshmërinë. Saktësisht, cilën do vlerë apo cilën do domethënie që e përqafon, duhet të jesh i vetëdijshëm dhe në shumë dijani të thellë, përkitazi me thelbin, me esencën, me domethënien, me ato kuptime që i përqarkon ajo vlerë dhe ai koncept. Sigurisht se të jesh në dijani edhe për ndenjësinë e tij. Ta dish pse ja vlen, ta dish se ku të shpije një domethënie e tillë, sikundër që të dish se në jetën tënde çfarë domethënie ka prania asaj domethënie dhe atij koncepti, po edhe domosdoshmërisht edhe vetdia mbi frytshmërinë. Të jesh në dijeni dhe i vetëdijshëm se frytet e kësaj vlere, frytet e këtij koncepti, cilat do të jenë, ose çfarë mëton nëpërmjet këtyre veprave, nëpërmjet këtyre adhurimeve, nëpërmjet këtyre koncepteve, ose fundja cili është premtimi cilin ti e beson që do të realizohet dhe cilin e aspiron. Në këtë varg ligjëratash ne kemi trajtuar për kushtimin e adhurimit ndaj Allahut subhanahu wa taala, saktësisht kemi trajtuar në gjerësi shtjellimet që kanë të bëjnë me namazin, pastaj kemi vazhduar me leximin e Kuranit, meditimin e tij, përjetimin e Kuranit e kështu me radhë, do thotë si adhurimi i dytë Kuranit dhe për kushtimin ndaj tij. I treti ka qenë dhikri, adhurimi i katërt ka qenë lutja dhe i pesti ka qenë lëmosha. Saktësisht kemi trajtuar 5 adhurime në një varg ligjëratash që ndoshta shumica e kohës ka qenë pikërisht për namazin si parapërgatitje për përkushtimin më kuptim plot në adhurimet e tjera. Saktësisht kjo është domethënia e Islamit që ne këmbgulim për ta spjegatur, që në të vërtetë duhet dëshmuar gjithsecili prej nesh në çështjen e namazit, pastaj pas përkushtimit dhe dëshmimit ton, provimit të denjësisë dhe të panjëvendësisë tonë në çështjen e namazit, pastaj gjitha adhurimet e tjera do të kenë edhe më shumë kuptim, do të kenë edhe më shumë domethënie dhe do të kenë edhe më shumë frytshmëri. Saktësisht kemi trajtuar 5 adhurime: namazin, Kuranin, dhikrin, lutjen dhe lëmoshën, pikërisht duke besuar që fillimisht ne vetëm e kemi ndërtuar një vetdije mbi thelbin, e kemi ndërtuar një vetdije mbi denjësinë e këtyre adhurimeve dhe kemi trajtuar vetdijen ose kemi fituar vetdijen mbi frytshmërinë e këtyre adhurimeve. Mirpo shtrohet pyetja që është shumë e rëndësishme në përmbyllje, që vetëm po i afrohemi dhe jemi në ligjëratën e parafundit të këtij vargu, të këtij cikli mësimesh, a mjafton vetëm vetdia? Ne jemi në kërkim të shëmbulltyrave dhe ato thuajse i gjetëm. Dhe shëmbulltyrat i gjetëm pikërisht te çështja e përkushtimit, jo tek çështja ndoshta atë shumë tek e vetdijes. Sado që ne u përpoqëm të flasim edhe për vetdijen, por megjithatë targeti dhe objektivi kryesor i ligjërimit kishte të bënte për të spjegatur dhe shpërfaqur shëmbulltyrat. Shëmbulltyrat e çkajit, shëmbulltyrat e përkushtimit. Mirë, për qenë i përkushtuar, për qenë tamam i ndërtuar mirë me një vetdije që përkthehet në përkushtim. A mjafton vetdija apo jo? Besoj që vetdia është thelbi dhe baza dhe padyshim kjo qëndron dhe kësaj duhet ta shohim, mirëpo ndoshta do të mjaftonte vetdia vetëm në vetpërcaktim. Do thotë vetëm kur vetpërcaktohemi për ta falur namazin, vetëm kur vetpërcaktohemi për të dhënë lëmosh, për të bërë më shumë dhikr, për të lexuar më shumë Kur'an dhe për të lutur më shumë, në vetpërcaktimin tonë, në identitetin tonë të adhurimeve, mjafton të thotë vetdia, mirëpo për përkushtimin tonë, për shtimin e përkushtimit, duhet edhe shumë çka përpos vetdijes. Nuk mjafton vetëm vetdia, por duhet edhe shumë çka
përveç vetdijes, po e që edhe ato dhe shumë çka pastaj në një formë ose tjetër e kanë lidhjen me vetdijen, ndonë se jo domosdoshmërisht me thelbin apo me denjësinë, mund ta kenë më shumë me frytshmërinë. Kështu që shumë çka mund t'i shtohet vetdijes, mirë po sonte do doja të fokusoheshim tek motivimi. Saktësisht, përpos vetdijes në një botkuptim të caktuar, në një adhurim të caktuar, përpos vetdijes ne na duhet edhe fuqishëm që të kemi motivim që duhet përkushtohemi. Në fakt, duhet ta ndjejmë domosdoshmërisht një nxitje, një shtys nga brenda që ia vlen të përkushtohemi, ia vlen të mundohemi më shumë, ia vlen që të tregohemi më të përkushtuar në një vepër të caktuar. Për shembull, mund ta kemi fjala bie në mendje shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala, mund ta kemi xhenetin e Allahut të madhreshëm, mund ta kemi shpëtimin prej xhenemit si aspirat tonën, mund ta kemi jetën e mirë në këtë jetë, mund ta kemi bereqetin në këtë jetë. Gjithherë kur adhurojmë Allahun subhanahu wa taala, mund t'i mendojmë, do thotë këto arsye, këto motivime që të jemi më të përkushtuar. Mirë, po është një motivim që sikur ta kishim parasysh, po e përsëris, sikur ta kishim parasysh gjatë jetës, do të përkushtoheshim ndryshe në adhurim. Dhe atë do të përpiqem sonte ta sqaroj, saktësisht është motivimi për motivime më të rëndësishme. Madje ndoshta është matësi kryesor. Kuptimin që nëse këtë motivim e kemi të gjallë dhe të shëndosh në jetë, ne do të jemi ndryshe në përkushtimin tonë ndaj adhurimit të Allahut subhanahu wa taala. Nëse ky motivim na dobësohet dhe na zvetënohet me gjasë, do të kemi rënje dhe do të kemi dobësim në fetari. Cili është motivimi? Saktësisht të përkushtohemi dhe të bëjmë më shumë adhurime, të falemi më shumë, të lutemi më shumë, të lexojmë Kur'an më shumë, të meditojmë më shumë Kur'anin, të bëjmë më shumë dhikr, duke e menduar një fakt. Cili është ai fakt? Fakti është që ne duhet ta rëndojmë peshojën e veprave tona të mira në ditën e gjykimit. Do thotë, motivimi kryesor i përkushtimit është rëndimi i peshojës së veprave tona të mira në ditën e gjykimit. Saktësisht ne besojmë bindshëm që ekziston një ditë e llogarisë. Ekziston një ditë e daljes përpara Allahut për dhënë llogari. Ekziston një ditë në cilën do të merremi në llogari për çdo thërmi. Do të merremi në llogari për çdo vepër tonë të bërë, të mirë apo të keqe. Për cilën do vepër ne do të merremi në llogari, mirë po ajo llogari do ndodh nëpërmjet një peshoje absolute, e cila është e përkryer, e cila është e përsosur, e cila është e përpikt, dhe të cilën llogari e bën vetë Zoti i Madhreshëm. Saktësisht, Allahu subhanahu wa taala na tregon në Kur'an duke thënë kësaj. Thotë në ditën e gjykimit ne do të vëmë peshoja të drejta. Dhe padyshim këtu janë peshojat e Allahut dhe ne jemi të lumtur që Zoti i Madh e ka bërë drejtsinë e tij absolute të premtim për jetën e amshimit. Thotë ne në ditën e gjykimit do të vëmë peshoja të drejta, askujt nuk i bëhet asgjë e padrejtë. Edhe nëse është vepra sa peshoja një kokre të melit, sa do një vepër që ki bërë, qoftë edhe sa kokra një melit, ne thotë Allahu Azza thotë ne do ta sjellim atë. Do ta sjellim për ta vënë në peshoj, për ta matur dhe për ta peshuar atë. E mjafton që ne jemi llogaritës. Mjafton për njeriun e mençur, mjafton për njeriun e arsyeshëm që Zoti është ai i cili e bën këtë llogari dhe rrjedhimisht është i qetë dhe e pret me shumë siguri këtë ditë të llogarisë, duke ditur se asnjë vepër e mirë nuk do t'i shkojë hoq, më sikurse nuk do të humb asgjë, mirë po edhe shpreson që Allahu ta ketë falur dhe t'ia letoj të thotë këtë llogari. A ditë thotë Allahu i Madhreshëm, thotë a ditë peshimi masa është thotë e drejtë. Matja dhe peshimi në ditën e gjykimit është e drejtë atij që i rëndohen peshojat. Saktësisht ka për qëllim atij që i rëndohen ana e veprave të mira. Atij që i rëndohen ana e veprave të mira. Thotë ata janë të shpëtuar. Kujt i vijnë lehtë peshojat, saktësisht veprat e mira i ka më pak se sa veprat e këqija, saktësisht veprat e mira nuk janë të mjaftueshme për ta rënduar peshojën. Thotë atë kujt i vijnë të lehtë peshojat, ata e humbën vetveten nga se i refuzuan argumentat tona me të padrejtë. Këto dy ajete dhe të tjera në Kur'an e japin një provë e cila është shumë e rëndësishme që kisha pasur dëshirë të vetë përcaktoheshim në bazë të kësaj domethënie për ta shtuar përkushtimin tonë ndaj Allahut subhanuhu teala. Për çka është fjala? Besimi ynë bazuar në këto ajete dhe të tjera është që në ditën e gjykimit kur të japim llogari përpara Allahut subhanuhu teala, do të jetë matja e saktë dhe drejtë dhe do të vendosën në njërin anë veprat e mira dhe në anën tjetër veprat e këqija. Nëse ana e veprave të mira rëndon, do thotë ka më shumë pesh se veprat e këqija, i bie që ne jemi banor të xhenetit. Ndërkësh nëse ana e tjetër, ana e mëkateve, ana e gabimeve rëndon më shumë se sa ana e veprave të mira, qoftë vetëm me një thërmi, qoftë vetëm me një vepër, qoftë vetëm me një mëkat,
atëherë parimisht kjo është i destinuar për zjarmin e xhenemit, por pas nëse ndodh ndonjë ndryshim në saj të ndonjë ndërmjetësimi apo ndonjë falje e kështu me radhë. Saktësisht mund të jenë arsye ndryshme, mirë po në parim, nëse veprat janë e mira, më shumë se sa veprat e këqija, ky që ka më shumë vepra të mira se sa të këqija, ky futet në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, ndërsa ky i cili ka më shumë mëkate se sa veprat e mira, ky është i kërcënuar dhe i destinuar parimisht për në zjarmin e xhenemit. Kështu që nëse ne marrim këtë domethënie, e marrim sonte dhe e spikasim në mendje, dhe e kemi në konsiderat për të jetuar tutje me lenë Allah subhanahu wa taala me këtë domethënie, atëherë i bie që ne duhet ta kemi në plan, duhet ta kemi në aspirat, duhet ta kemi në angazhim që ta rëndojmë peshojën. Do thotë kur të dëgjojmë për namazin, ose kur të jemi në momente që mund të falemi, ose kur të jemi në momente që këshillohemi për namazin, të mos e mendojmë këtë temë vetëm në bazë të sa e kemi obligim dhe kur e kryet obligimin, ose kur përfundon përkushtimi im minimal ose optimal ose ku diun çka. Saktësisht duhet ta shohim namazin edhe nga ky kundërshtim. Ta shtojmë atë, ta shtojmë namazin afile, ta shtojmë namazin e natës, ta shtojmë përkushtimin në namaz, për arsye që në mënyrë që nëpërmjet këtij përkushtimi ne ta shtojmë rëndimin e peshojave të veprave tona të mira në ditën e gjykimit. Ndaj Omer radiallahu anhu thoshte që llogaritni vetveten përpara se të llogariteni. Ne një ditë do të merremi në llogari. Mirë po është rëndësishme ti ta marrësh vetveten në llogari përpara se të vijë ditë e llogarisë, sepse ajo është ditë pa kthim. Thot pastaj thot peshojeni vetveten, matni vetveten ku jeni, para se të peshoheni. Thot bëhuni gati për këtë paraqitje të madhe të ditës së gjykimit, sepse aty nuk fshehet asgjë, gjithçka del për tu peshuar. Kështu që kjo domethënie e shton motivimin për përkushtim. Ndaj prej provave të këtij konstatimi është edhe realiteti i kundërt. Nëse i çasmi kësaj teme, nga ana e kundërt. Saktësisht thot Allah subhanahu wa taala, teksa na tregon për banorët e zjarrit, teksa na tregon për fatëzit që do të digjen në zjarmin e xhehenemit, që nuk e kanë adhuruar Allahun, nuk janë përkushtuar ndaj Allahut, thot ata me të vërtet, thot Zoti i fuqiplot, thot ata me të vërtet nuk kanë menduar në dhënien e llogarisë. Ata me të vërtet nuk kanë menduar në dhënien e llogarisë. Çfarë tregon kjo ajet? Kjo ajet tregon që në të vërtet njeriu përfundua ka në zjarmin e xhehenemit atëherë kur e harrua ka llogarinë. Njeriu përfundua ka në këtë ndëshkim të përjetshëm kur e nxjerr ka nga mendja që ka një ditë të llogarisë. Ndaj duke e shpërfillur këtë vërtetën e dhënies së llogarisë, ai lëshohet në mëkate, ai lëshohet në shpërfillje të obligimeve, ai lëshohet në vepra të liga dhe vepra të këqija, sepse nuk e mendon një ditë që do të jep llogari dhe në ditën e cilën do të dalë për Allah subhanahu wa taala. Andaj, nëse kjo është domethënia e kundërt, i bie që do thotë nëse ata harrua kanë ditën e llogarisë dhe rrëndësisht përfundua kanë në zjarmin e xhenemit, i bie që kush e mendon llogarin i shton veprat e mira. Kush e mendon llogarin, kush e ka mendjen tek llogaria, kush e ka mendjen tek peshoja e veprave të mirave, i shton saktësisht veprat e mira. Ndaj duhet ta spikasim në jetë peshojen. Domethënë për herë në jetë ta kemi përpara syve ton këtë fakt të madh, këtë vërtet të madhe, këtë dogmë të madhe që ka një ditë gjykimi dhe ka një ditë në cilën do të vendosen peshojat për dhënë llogari. Saktësisht e fal namazin dhe mendoje peshojen. Teksa e fal namazin dhe mendon peshojen, sigurisht ky namaz do të jetë ndryshe. Përkushtimi yt në këtë namaz do të jetë ndryshe. Nuk do të jetë ky namaz shkeleshko, nuk do të jetë dosido dhe aq më tepër nuk do të jetë ndoshta thjesht vetëm sa për të kryer një obligim, vetëm sa për të kryer minimalisht një obligim, por do të jetë edhe me përkushtim të shtuar të aspekteve vullnetare të veprës, sinkundër që mund të jetë edhe një përkushtim tjetër që përveç obligimeve të kryhen edhe namazi i natës, sado pak, apo edhe namazi i paraditës dhe namazet vullnetare e kështu me radhë, ose e ke Kur'anin në dorë dhe ndoshta cytjet e djallit të thonë që mjaft ke lexuar, mirë po është e rëndësishme ta mendosh peshojën e ditës së gjykimit dhe rrjedhimisht ta mendosh se sa shkronja, sa faqe, sa Kur'an, sa hatme të Kur'anit, sa momente të reflektimit dhe të meditimit të Kur'anit mund të jenë shumë jetike për ty në ditën e gjykimit kur vendosen në peshoj. Ndoshta do të mund të ngelesh për një sevap. Ndoshta do të mund të ngelesh për një të mirë që të duhet për të peshuar peshoja e veprave të mira më shumë se sa peshoja e veprave të këqija. Dhe rrjedhimisht sot ti e ke atë mundësi, teksa e ke Kur'anin në dorë,
teksa e mendon leximin e Kuranit, teksa mendon recitimin e një sure, teksa e mendon një përkushtim për përkushtimeve që vetëm i kemi trajtuar në ligjëratën e mëbesishme që ka të bëjë me Kuranin, ose je duke bërë dhikr dhe mendon ta ndërpresësh për një bisedë të kotë apo për një shfletim të kotë në rrjetet sociale apo në jetën virtuale në përgjithësi, dhe pastaj e mendon peshojën dhe e konsideron që është e rëndësishme të mos e ndërpresësh atë dhikr dhe ta shtosh madje vetëm duke menduar që një ditë kjo do të rëndoj në peshojnë e veprave tua të mira, ose je duke kaluar momente pa ndonjë angazhim të caktuar dhe e mendon peshojnë dhe kjo të motivon që të bësh lutje më shumë, ta kesh lutjen më të pranishme në jetën tënde dhe rrjedhimisht të përkushtohesh më shumë, sikundër që je duke i menduar ndoshta edhe pasuritë tua që i ke, ose të mirat, ose planet e tua financiare, apo je duke pranuar pagë mujore kështu me radhë, teksa e bën një gjë të tillë mund ta mendosh peshojën dhe ta mendosh se sikur të japësh një lëmosh se si do të rëndohet peshoja në ditën e gjykimit dhe rrjedhimisht të motivohesh për të shtuar veprat e mira. Do të thënë le të jetë si mësim, le të jetë si domethënie që të na ngel nga ky ligjërat, që le të rri përpara syve për herë, do të thotë përpara syve tu, le të rri për herë peshoja. Nëse peshoja rri për herë përpara syve, nëse peshoja e veprave të mira të ditës së gjykimit të shoqëron në jetë realisht do thotë do të kesh një kurs tjetër të fetarisë, do të kesh një qasje tjetër në fetari, do ta shohësh ndryshe përkushtimin, do ta shohësh ndryshe veprën e mirë, do ta shohësh ndryshe sevapin, do ta shohësh ndryshe përkushtimin. Saktësisht mund të jetë një moment i caktuar duke kaluar diku dhe ta bësh një lëmosh, apo mund të jetë një moment i caktuar i vetmimit dhe të lexosh pa Kur'an, mund të jetë një moment pritje të namazit farz dhe të falësh 2 rekate për namazit vullnetar, mirë po të janë shumë vendimtare dhe të janë shumë jetike për përcaktimin e fatit tënd të jetës së amshimit në atë ditë kur do të sillen regjistrat e veprave të mira dhe të vendosen ato për të peshuar. Ndaj është e rëndësishme ta mendojmë llogarinë edhe nga ky këndvështrim, momenti kur të vinë regjistrat. Momenti ku të vinë regjistrat e veprave tona të mira dhe veprave tona të tjera. Saktësisht ta mendojmë se si regjistri i veprave tona të mira të jetë një regjistër i madh, të jetë një regjistër që rëndon dhe peshon shumë, të jetë një regjistër i cili ka shumë namaz, ka shumë përkushtim, ka shumë dhikr, ka shumë lutje, ka shumë lëmosh, ka shumë lexim të Kuranit, ka shumë lloj-llojshmëri dhe ngjyra të shumta të përkushtimit për Allahun subhanahu wa taala. Allahu azza wa jalla në librin e tij ne përshkruan kësaj këtë moment dhe këtë fragment të madje edhe të frikshëm të ditës së gjykimit kur përpara vendosjes së veprave dhe përpara përfundimit të llogarisë sillen regjistra dhe njeriu ishe veprat e veta. Saktësisht Allahu i Madhërisht thotë kësaj. Thotë atij që jepet libri i veprave të tij në dorën e djathtë, do t'ju thotë të tjerëve teksa e merr librin nga ana e djathtë. Kjo është fati atyre të cilët janë me vepra më të mira, fati atyre të cilët janë përkushtuar dhe janë përgatitur për jetën e amshimit. Atij që jepet libri i veprave të tij në dorën e djathtë, do t'ju thotë të tjerëve që lexoni librin tim. Ja, merrni dhe lexoni librin tim. Do thotë, është shumë i sigurt se ky regjistër nuk do të jetë për të turpëruar. Ky regjistër është regjistër që e bën atë krenar në atë ditë. Thotë, ja, merrni dhe lexoni librin tim. Thotë sepse unë kam qenë i bindur se do t'jap llogari. Kjo nuk kupton kjo. Kjo nuk kupton që edhe atë ditë ai e kupton që arsyeja kryesore pse e paskësh pasur këtë përkushtim, pas mbarësisë së Allahut subhanahu wa taala, paskësh qenë fakti që ajo paska besuar fuqishëm ditën e llogarisë. Njëri i cili e beson fuqishëm ditën e llogarisë, e mendon fuqishëm peshojën, e mendon fuqishëm dhënien e llogarisë, e ka të spikatur në mendje këtë fakt. Ai nuk e zhvlerëson veprën e mirë, ai bëhet gati dhe përkushtohet në vepra të mira për të bërë sa më shumë vepra për ta rënduar peshojën e tij të veprave të mira në ditën e gjykimit. Thotë, unë kam qenë i bindur se do t'jap llogari. E pastaj thotë Allah subhanahu wa taala, thotë ai është në një jetë këndshme, në një kopsht mrekullueshëm, frutat e cilit janë shumë afër për t'i vjelur, për t'i ngrënë. Thotë aty u thuhet këtyre njerëzve të mirë në xhenetin e Allahut, ju bëfshin mirë ushqimi dhe pijet për veprat që keni punuar. Për veprat që keni. Do thotë ky është problem. Ky është problemi i mrekullueshëm, ky është problemi i mahnitshëm, është fakti i veprave tuaja. Keni punuar në ditët e kaluara. Ju bëfshin mirë ushqimi dhe pijet për veprat që keni punuar në ditët e kaluara. Ndërkaq më njëherë tutje Allahu subhanahu wa taala na tregon situatën dhe gjendjen e atij që nuk është në këtë fat. Thotë atij që i jepet libri i veprave të tij në dorën e majt, e që është fati atyre fatëzive
që nuk do të shpëtojnë dhe që do të përfundojnë në zjarrin e xhenemit, ata do të thonë kësaj teksa, ai do të thotë kësaj teksa e merr librin nga ana e dorës së majt, thotë sikur të mos më ishte dhënë libri fare, dhe të mos kisha ditur fare për llogarinë time. Sigur të mos më ishte dhënë fare dhe të mos e kisha pasur në dieni se çfarë ndodhi dhe ku është fundi im, thotë atë kisha qenë i vdekur dhe të mos isha ringjallur, pasuria ime nuk më solli as pak dobi dhe falimentoi fuqia ime. E atyre u thuhet kapni ata, saktësisht u drejtohet kësaj engjëjve që t'i kapin ata, thotë atyre u thuhet kapni ata dhe lidhni në pranga, pastaj në xhenem fërgoni e mandej lidhni në zinxhir për 70 kutësh. Do thotë i kemi dy ngjarje në amshim. I kemi dy ngjarje në amshim sepse i kemi dy ngjarje në këtë jetë. Janë dy ngjarje në këtë jetë, të cilat të përcaktojnë pastaj dy ngjarje të ahiretit. Saktësisht ngjarja e parë, ja lexoni librin tim, un kam qenë i bindur se do të jap llogari. Kjo ngjarje në amshimit është pikërisht ngjarja edhe kësaj bote, që ti beson bëndshëm që ka llogari dhe e rëndon atë me vepra të mira. Bën vepra të mira për të rënduar peshojnë e veprave tua. Thotë që lexoni librin tim, un kam qenë i bindur që do të jap llogari. Ngjarja tjetër, ata me të vërtet nuk kanë menduar në dhënie të llogarisë. Ndërkohë që njeriu nuk mendon në dhënie të llogarisë, i bie që e shpërfill përgatitjen për këtë llogaridhënie dhe rrjedhimisht do të ketë një fat tjetër, sikundër që ta që nuk e kanë menduar llogarinë do ta kenë një trajtim tjetër në çmuas natit. Shënon Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Burera, se Allah sallallahu alaihi wasallam ka thënë që në ditën e gjykimit do të sillet njeri i madh. Do të sillet njeri i madh dhe do të vihet në peshoj. Kur të vendoset në peshoj, nuk do të peshoj asë një mushkonjë. Që ndoshta e ka menduar vetën shumë të madh në këtë jetë dhe ka shpërfillur llogarinë duke u bazuar në fuqinë e tij, në madhështinë e tij në këtë jetë. Dhe rrjedhimisht nuk është bërë gati për ditën e amshimit. Thotë i dur Allahut, në ditën e gjykimit do sillet njeri i madh, por që kur të vendoset në peshoj, nuk do të peshoj asë një mushkoj. E pastaj i dur Allah sallallahu alaihi wasallam e ka lexuar fjalën e Allahut dhe ne në atë ditë nuk u japim asnjë peshë atyre. Nuk japim asnjë peshë atyre sepse ata nuk i kanë dhënë peshë ditës së gjykimit, sepse ata nuk i kanë dhënë peshë ditës së llogarisë dhe ky fat i keq, ky fat i zi nuk do të ndodhë me besimtarët e vetëdijshëm për peshojë, me besimtarët e vetëdijshëm që duhet rënduar kjo peshojë, me besimtarët që janë edukuar me hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilat pikërisht e kanë këtë çastje për të na bërë gati për të përgatitur për ditën e gjykimit, sikurse e shënon Imam Buhariu dhe Muslimi nga Burera, si Allah sallallahu alaihi wasallam thotë, janë dy fjalë të dashura tek Allahu e që janë të lehta në gjuhë, por janë të rënda në peshoj. Janë të rënda, do thotë kur vendosen në peshojnë e ditës së gjykimit, ato peshojnë shumë. E pastaj i dur Allahu sallallahu alaihi wasallam i ka thënë ato dy fjali që janë për frazave më të bukura për të lavdëruar Allahun, i patmeta dhe i shenjtë është Allahu dhe atij takon falëndrimi, i patmeta dhe i shenjtë është Allahu madhështor. Ti thuash këto dy fraza, ti thuash këto dy fjali, janë të lehta në gjuhë, janë shumë dashur tek Allahu, mirë po janë shumë të rënda në peshojnë e ditës së gjykimit. Çka do thotë jetosh me kulturën e këtij hadithi? Me kulturën e këtij hadithi do thotë mendoje për herë rëndimin e peshojës me sa më shumë dhikr. Mendoje për herë ta rëndosh peshojën me sa më shumë dhikr. Sikurse të njëjtën domethënie ka dhe hadithi tjetër që shënon me Muslimin nga Abu Malik al-Harith ibn Asim, se Allah sallallahu alaihi wasallam ka thënë të thuash falëndrimi tek Allahu, të thuash më shpesh këtë frazë të dhikrit, këtë frazë të përgjërimit dhe lavdërimit për Allahun, të thuash falëndrimi tek Allahu, kjo e mbush peshojën. Kjo e mbush. Allah sallallahu alaihi wasallam na edukon që ta shpeshtojmë. Jo vetëm ta mendojmë faktin e rëndimit, po edhe faktin e peshimit me vepër shumë të shpesht, në thotë ta shpeshtojmë veprën e cila do të na bëj dobi në ditën e gjykimit. Sikurse shënon Abu Davudi, Sheikh thotë hadithi sahih nga Abu Darda, se i dur Allah sallallahu alaihi wasallam ka thënë nuk ka asgjë që peshon më rënd në peshojën e ditës së gjykimit. Nuk ka asgjë që peshon më rënd në peshojën e ditës së gjykimit sesa morali i mirë, sesa sjellja e mirë. Dhe i dur Allah sallallahu alaihi wasallam me këtë kulturë, me hadithin që na jep kjo kulturë, na mëson që duhet të kesh vëmendjen për herë ta rëndosh peshojën e veprave të mira, madje edhe me sjelljen tënde. Madje ndoshta me një fjalë, madje edhe qoftë edhe me një komunikim që realisht ty të mban në një presion, të mban në një vetdije të lartë që asnjëherë të mos e relativizosh do thotë çështën e peshojës dhe rrjedhimisht në çdo moment ta shohësh një mundësi tjetër, ta shohësh një mundësi unike, ndoshta një mundësi etike për ta rënduar peshojën dhe për ta gjetur atë sa më të rënduar në ditën e gjykimit. Shënon Imam Muslimi nga Abu Dharr se i dur Allah sallallahu alaihi wasallam ka thënë mos e zhvlerëso asnjë vepër, do thotë mos e zhvlerëso asnjë vepër që me të mund ta rëndosh peshojën e veprave të mira. Thotë mos e zhvlerëso asnjë vepër, madje qoftë edhe të takosh vllajën tënd me buzëqeshje.
Kjo është e ngjashme me hadithin e mëparshëm, do thotë që moralin dhe sjelljen dhe komunikimin dhe gjetjen tënde të mirë në shoqëri ta shohësh edhe si mundësi për ta rënduar peshojën dhe në këtë rast thjesht një buzëqeshje, do thotë thjesht një mundësi çdo moment, çdo vepër për ta rënduar peshojën e veprave të mira. Kështu që duhet ta kemi dert peshojën, duhet ta kemi gajle në jetën tonë, a do të peshohen veprat e mira tona më shumë se sa ato të mëkatet e tona, dhe rrjedhimisht do të hyjmë në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. E sidomos është e rëndësishme ta mendojmë atë një fakt dhe me këtë për mbyllim, është fakti që në ditën e gjykimit do të kenë njerëz të cilët do t'i kenë veprat e tyre të barabarta, të dy anët do t'i kenë të barabarta. Nuk do të kenë as veprat mira më shumë se sa të këqija dhe as të këqija më shumë se sa veprat e mira. Dhe është një skenë frikshme kjo në momentin e caktuar i ditës së gjykimit, ku barazohen, pasi pastrohen njerëzit, fjalën bie i marrin hakun njëri tjetrit, i marrin njëri tjetrin sevapët, i japin njëri tjetrit mëkatet, ato format se si do thotë hakmerrën në ditën e gjykimit, ndodh falja, ndodh ajo dhe kjo, mirë po më në fund kur peshohen peshimi i fundit është i barabartë. Çfarë ndodh me këta njerëz? Allahu i Madhërisht na e tregon në surën Al-A'raf, surja e kodrinave, surja e mureve, një ngjarje që ka të bëjë pikërisht me këtë domethënie. Saktësisht, ndërmjet xhenetit dhe xhenemit janë disa kodra, janë disa kodrina. Janë disa rrafshnalta ose mure, do thotë disa aspekte që përbëjnë një pengesë ndërmjet xhenetit dhe xhenemit, një diçka që e ndan këto dy zona. Allahu i Madhërisht më shumë kësaj thotë, e mes tyre dyve grupeve është një kodrin. Mes banorëve të xhenetit dhe xhenemit është një kodrin, e mbi të janë burra që i njohin secilin. Janë disa njerëz të cilët i njohin edhe banorët e xhenetit edhe banorët e xhenemit. Dhe këta i njohin me shenjat e tyre. Shenjat e tyre, shenjat e besimtarëve janë shenjat e namazit, e kështu me radhë. Pastaj thot Allah subhanahu wa taala, këta të cilët janë në këtë gjendje, që janë në kodrinë ndërmjet xhenetit dhe xhenemit, thot, ata i thrasin banuesit e xhenetit, banorët e xhenetit dhe u thonë, ju hapin selam dhe thonë paqja qoftë mbi ju. Pastaj thot Allah subhanahu wa taala, thot, ata të kodrinës nuk kanë hyrë në të, por shpresojnë. E din që një ditë do të përfundojnë në xhenet, sepse janë besimtarë, sepse kanë adhuruar Allahun subhanahu wa taala, mirë po një kohë caktuar do të qëndrojnë këtu teksa vetëm e shohin xhenetin, mirë po nuk hyjnë atë. E kur u shkon shikimi i tyre nga ata të xhenemit, thonë Zoti ynë mos na bë me njerëz të padrejtë. Saktësisht kjo është formë prej formave të pastrimit të tyre në ditën e gjykimit, nga që duke parë xhenemin ata do të tmerrohen, duke parë xhenemin ata do të trishtohen, dhe ky trishtim mund të jetë një prej arsyeve të shlyerjes së një prej mëkateve, dhe rrjedhimisht pastaj veprat e mira të jenë më të mëdha dhe më të shumta dhe më të rënduara në peshojë se sa veprat e këqija dhe pastaj të hyjnë në xhenetin e Allahut. Ndërkaq nëse i kanë veprat e barabarta, nuk hyjnë në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala me njëherë. Kështu që imagjinoj këtë skenë dhe koncentrohu në mundësinë që i ke sot. Do thotë mundësinë që e ke sot me namazin e natës, me namazet vullnetare, me namazin në kohë, me namazin në xhamat. Mendoj sot se si e ke mundësinë me Kur'anin, me leximin e tij, me mësimin e tij, me memorizimin e tij, po edhe se si e ke mundësinë sot me dhikrin, me dhikrin e mëngjesit, me dhikrin e mbrëmjes, se si e ke mundësinë me dhikrin e daljes prej shtëpisë, me dhikrin e hyrjes në shtëpi, me dhikrin e përgjithshëm që mund ta përmendësh Allahun për herë dhe kurdo në çdo moment dhe në çdo gjendje. Mendoje një lutje që mund ta bësh në këto momente, mendoje një lemor që mund ta bësh në këto momente, mendoje një vepër të mirë që mund ta bësh në këto momente, dhe imagjino se si mund të jetë jetike kjo situatë. Mund të jetë jetike ku vendosen peshojat e veprave të mira dhe ky moment që ti ndoshta e kish vlerësuar, ndërkohë që ndoshta edhe po e dëgjon këtë ligjërat, ndërkohë që e dëgjon dhe mund të thuash falënderimi takon Allahut, mund të thuash i patmeta dhe i shenjtë është Allahu, mund të thuash Allahu është më i madh, mund ta lavdrosh Allahun me forma të ndryshme, mund të ngritesh për të falur 2 rekate, mund të kërkosh falje Allahut subhanahu wa taala për një vepër të bërë që akoma nuk e penduar, po nuk është i kënaqur Allahu me të. Mund ta marrësh një vendim që sot ta kryesh një obligim për obligimeve të mëdha që ke ndaj Allahut, mund ta marrësh një vendim që tani tutje ta falësh për herë namazin në kohë, mund ta marrësh një vendim që më asnjëherë të mos mungoj një vepër të caktuar në planin tënd të veprave të mira, mund të jetë një vendim i një motrës muslimane për ta vendosur hijabin e saj, e kështu me radhë, vepra të mira të panumërta, të cilat duhet t'i mendojmë nga ky këndvështrim, këndvështrimi që ne po e rëndojmë peshojën e veprave të mira, po e rëndojmë peshojën e asaj dite që nuk ka kthem, po e rëndojmë peshojën e cila është shumë e drejtë.
Nuk barazohen ata që kanë punuar me ata që nuk kanë punuar, nuk barazohen ata që janë munduar me ata që nuk janë munduar, nuk barazohen të përkushtuarit me ata që nuk janë përkushtuar, aq më tepër me ata që kanë shpërfillur obligimet e Allahut subhanahu wa taala. Ndaj gjitha këto domethënie, gjitha këto mësime, gjitha këto motivime janë pikërisht për të na sjellur te kjo domosdoshmëri e botkuptimit që ne jemi në këtë jetë për të bërë gati për jetën e amshimit. Ne jemi në këtë jetë për ta fituar jetën e amshimit, për ta fituar xhenetin e Allahut. Dhe formula ekziston, formula është më qartë, është adhurimi i Allahut subhanahu wa taala dhe është përkushtimi ndaj Allahut nëpërmjet bindjes ndaj tij, nëpërmjet adhurimit të tij, nëpërmjet përmendjes së tij, nëpërmjet leximit të librit të tij, nëpërmjet namazit, nëpërmjet lëmoshës, nëpërmjet lutjes, nëpërmjet formave të ndryshme të veprave të mira. Elusi Allahun subhanahu wa taala me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, që të na mbaj të gjallë motivimin për përkushtim ndaj tij dhe çdo vepër të mirë që e bëjmë për të, Allahu të na pranoj dhe të mos na bëjë nga ata të cilët e harrojnë ditën e llogarisë dhe rrjedhimisht të mos na trishtojë me përfundimin e zjarrit të xhenemit, po as në përfundimin tek këto kudrinat, mirë po të na bëjë nga ata të cilët hyjnë në xhenet pa llogari, po nëse merremi në llogari të kemi një llogari të lehtë dhe të këndshme dhe të kalojmë pastaj në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.